Gjemat, kjo është dynjaj, kjo është kjo botë. E që sa të fletë hoxha ndoshta nuk ja vlen sa ti duhet ta kupton këtë dynja që ti ekziston vetë. E deshtën këtë dynja vrapuan pasaj për të përfituar, për të pasur një pasuri. Allahu na e dha. Vrapuan pas kësaj dynjas ta ndërtojnë, e ta ndërtojnë një shtëpi, edhe kjo na është mundsuar. U munduam që të martohemi dikush para se ta bëm shtëpin, dikush pas. Edhe kjo ndodhi. Pastaj kërkuam që jetojmë e Allahu të na furnizojë me fëmijë. Edhe kjo i dha Allahu xhaleshanu, ja duroi robët vetë. Pastaj u munduam e u lodhëm e u dërmuam për të rritur fëmijë, për t'i shkolluar, për t'i bërë me fakultet, çdo gjë, çdo mund t'je dhënë, edhe këto ja arrite. Pastaj hajde t'i martojnë, e hajde t'i rahatojnë, të gjitha i bërë. Por kur është bërë për plishtërin tënde, ti vetë personalisht, të gjitha ato munde që i bëne për fëmijë, për familje, për shtëpi, për punë, për të ardhmen në familjes, i arrite, ke dash të pushon, mirë pa ke bërë llogari se të gjitha këto nimete Allahu ti t'i dha. Allahu ti mësoj të gjitha këto. Je plak e zbardh, je dhi. Kurse nuk e dite vlerën dhe nimetin, mirësitë e Allahut që ti mësoj ta. Po ti numëron ti këta, nuk do të mund të arrijnë ti përcakton ato. Tha Allahu, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. O si kur të qishit më munduar që ti numëroni dhuntit e Allahu të mirat e ti, nuk do të mundi të i përcaktoni ato. E tani qka? Tani ti për dënë pension, dënë me pushu, Allahu edhe këto ta mësoj. Por kur shkon më të tje, e shet vetën se kem bet më rap.